Horoskopi ditor e enjte 12 qershor 2025. Dashi, do keni shumë ulje dhe ngritje gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Herë do mërziteni dhe herë do buzëqeshni. Beqarët, falë shumë planetëve që do ndikojnë në jetën e tyre, do kenë një nga takimet më mbreslënse. Shfrytëzoni ditën deri në maksimum. Në planin financiar do jetë hëna ajo që do ju ndihmojë të zgjidhni problemet dhe të keni një ditë më të qëndrueshme. Demi, një pjesë e çifteve do dalin nga situata e vështirë në të cilën ndodheshin dhe do i shohin gjërat më me pozitivizëm. Marrëdhënia do fillojë sërish të ngrohet. Beqarët nuk duhet të ecin kuturu, do të bëjnë çdo gjë që do ju kërkohet. Në planin financiar do jeni më të qetë. Situata nuk do jetë as pak problematike, kështu që qetësohuni. Do i lejohet dhe ndonjë shpenzim më tepër. Binjakët, do prisni shumë nga partneri juaj gjatë kësaj dite, por fatkeqësisht jo gjithçka do ju plotësohet. Ai do jetë vërtet shumë i ngarkuar dhe nuk do të ketë shumë kohë për ta kaluar me ju. Beqarët do jenë në humor dhe me shumë mundësi do gjeni një person që do ju përshtatet më së miri. Në planin financiar do ju zgjidhen një nga një të gjitha problemet. Gaporja, do keni shumë keq kuptime me partnerin tuaj sot dhe do debatoni shpesh ashpër me të. Kujdes me gjithçka që do thoni, sepse një fjalë e gabuar mund t'u aprish gjithë ekuilibrin e krijuar. Beqarët do kenë dhe sot të vështirë të krijojnë një lidhje. Në planin financiar do i zgjidhni vështirësitë dhe do mund të kryeni investimet e menduara. Luani, qielli i dashurisë nuk do të jetë shumë i pastër sot. Do kaloni një periudhë goxha të mërzitshme dhe her pas here mund të keni ndonjë debat. Mirë do jetë të qëndroni paksa vetëm dhe të reflektoni mbi të ardhmen. Beqarët ka shumë mundësi të realizojnë një takim mbreslënës. Edhe në planin financiar priten ndryshime rrënjësore. Do e stabilizoni shpejt situatën. Virgjëresha, do afroheni edhe më shumë me atë që doni sot dhe do keni më të lehtë të flisni edhe për tema delikate. Në mbrëmje do dashuroheni plot pasion. Beqarët do joshin dhe do joshin në të njëjtën kohë. Mundësitë për takime dhe për fillime historisë dashurie do jenë të mëdha. Në planin financiar duhet të tregoni të arsyeshëm nëse nuk doni të keni vështirësi më pas. Peshorja, jo vetëm ju, por dhe partneri juaj do shprehë më tepër dashurinë sot, që nga mesdita atmosfera do bëhet më elektrizuese dhe më e ngrohtë se kurrë. Beqarët, edhe pse do kenë takime të shumta, nuk do mund të fillojnë dot një histori dashurie serioze. Situata financiare do vi duke u përmirësuar nga ora në orë. Do ndiheni shumë të qetë. Akrepi, ditë harmonike dhe mjaft emocionuese kjo e sotme për të dashuruarit. Do kaloni momente të papërsëritshme me partnerin tuaj të cilin do dashuroni pa mas. Beqarët do kenë një ditë normale dhe as pak të mërzitshme. Do ndiheni mirë edhe pse do ju mungojnë takimet. Në planin financiar do keni fat me shumicë. Vazhdoni të tregoni të arsyeshëm dhe përmirësimet do jenë të mëdha. Shigjetari, do jeni gjatë gjithë kohës të mbrojtur nga yjet sot dhe në këtë mënyrë nuk do të keni asnjë mosmarrveshje në çift. Do kuptoni edhe vetëm me një shikim me personin që keni në krah. Beqarët duhet ta lënë veten të lirë dhe të mos bëjnë asnjë sakrificë vetëm për të nisur shpejt një histori dashurie. Buxhetin do riorganizoni dhe nuk do të ketë asnjë problem në këtë sektor. Britsjapi, konfigurimi i yjeve do jetë mjaft pozitiv gjatë kësaj dite për ata që janë në një lidhje. Do i largoni druajtjen dhe do bëni gjithçka për ta rindezur pasionin. Beqarët do e kalojnë mirë me miqtë e tyre dhe nuk do e ndjejnë në asnjë moment nevojën për dikë në krah. Financat do i menaxhoni me shumë kujdes dhe nuk do kryeni asnjë shpenzim të pamenduar. Ujori, dashuria në çift nuk do jetë e keqe. Megjithatë, do ishte mirë të tregoshit më të kuptuar me partnerin dhe jo aq strikt sa jeni zakonisht. Beqarët do joshin mjaft nga një person mjaft interesant dhe i denj për të filluar një lidhje. Mos e humbni mundësinë për ta njohur. Në planin financiar do keni përmirësime të vogla, por që do ju bëjnë të ndiheni më mirë. Peshqit, do jeni në humor shumë të mirë sot. Ju të dashuruarit dhe her pas here do surprizoni partnerin. Çdo moment të lirë që do keni, do shfrytëzoni për ta kaluar me atë që dashuroni. Beqarët duhet të përfitojnë sa të mundin nga mundësitë që do ju jepen për të dalë nëpër takime. Asnjëherë nuk i dihet çfarë ndodh më vonë. Në planin financiar duhet ta dyfishoni vigjilencën.